Nisim edhe sot programin e Drekës, në pjesën e parë të tij do të bëjmë një analizë të zhvillimeve të drejtanishme të aktualitetit politik dhe jo vetëm, edhe të atij aktualiteti që lidhet me drejtësinë, po gërshetohet edhe me politikën. Kolegu im Erl Murati është në studio, mirë se vjen, kënaqësi Erli. Në një kohë kur zoti Berisha vazhdon të deklaroj farsën e këtyre zgjedhjeve dhe të provoj vjedhjen e tyre përmes fakteve, dje drejtësia nisi të veproj edhe ndaj zotit Meta e zonjës Kryemadhi. Ata u morën si të pandehur, hetimi i tyre zgjati, ndërkohë që një javë më parë, nëse nuk gaboj, vazhdon edhe çështja e zotit Berisha në raport me drejtësinë gjithmonë. Të gjitha këto zhvillime duket se ndoshta ishin planifikuar të ndodhin pas të zgjedhjeve. Kjo është një rastësi apo ishte koha për të vepruar tani drejtësia në bas tetimeve të veta? Shikoni, ne kemi pasur rast të diskutojmë edhe gjatë ditëve të zgjedhjeve që gjatë kohës fushatës elektorale, gjatë atyre 2 muajve, 1 muaj e gjysmë fushatës elektorale dhe të ditës zgjedhjeve, duket sikur drejtësia, institucionet të drejtësisë, për momentin futën në frigorifer dhe nuk pati veprimtari të institucioneve të drejtësisë, madje edhe në retorikën ligjërimin publik të politikanëve, si nga ana e mazhorancës, si nga ana e opozitës, çështjet e drejtësisë u prekën pak ose as pak. Pra, politika nuk u morë me drejtësinë dhe drejtësia nuk u morë me politikën. Drejtësia u morë ndryshe me politikën, u morë përmes strukturës posaçme që u ngrit për krimin zgjedhor. Po, edhe u morë edhe s'u morë, unë besoj që ai ishte më shumë një gest se sa një akt konkret, pra teorikisht u ngrit një task force, e cila rezultatet i ka mjaft modeste, do thoja unë, sepse ne jemi të ndërgjegjshëm që fenomeni i palishmërisë për sa i përket procesit zgjedhjeve është më i madh se sa nga ai që ka zbuluar task forca, por kjo mund të jetë objekt një analize tjetër. Pra po thoya që në kohën e fushatës zgjedhore dhe ditën zgjedhje, pra duket që drejtësia u fut në një farë mënyrë ngriu dhe vendosi mos ketë një veprimtari shumë të intensive, po kështu edhe politika nuk u morë me drejtësinë. Dhe po tash duket që kemi një lloj reaktivizimi të institucioneve të drejtësisë, një operacion mjaft i madh, një super operacion që u zhvillua në bashkëpunim midis SPAK-ut dhe drejtorisë antimafjas italiane për një kartel, por themi për një grup organizatë të strukturuar mafioze që përfshin trafikun e drogës dhe vepra tjera penale. Po kështu kemi edhe 2 episodet që ju përmendët, kemi hapjen e gjyqit, pra nisjen e gjyqit, vendimin e gjykatës për nisur gjyqin me akuzën për korrupsion për Berishën, për Sali Berishën, kryetarën e opozitës, dhe më pas marrën të pandehur të zotit Meta dhe zonjës Kryemadhi për pastrim parash. Pra duket që ajo drejtësi e fjetur për 2 muaj ka vendosur në një farë mënyre ta marrë stafetën aty ku e la përpara zgjedhjeve, pra ishte po themi në një veprimtari intensive. Pra sigurisht që ju keni të drejtë dhe kjo lloj po themi reaktivizimi i institucioneve drejtësisë patjetër që ka të bëjë me zgjedhjet. Tashmë që zgjedhjet përfunduan, rikthehemi si thua në një situatë normale. Nga pikpamja politike është kjo, nga pikpamja po themi e interesit politik të secilit prej drejtuesve të partive, të koalicionit të opozitës, teorikisht ata duhet të jenë po themi të interesuar që po themi drejtësia të vihet në vend dhe këto çështje të shkojnë deri në fund. Pra pavarësisht se edhe Berisha dhe Meta akuzojnë institucionet e drejtësisë, SPAK-un dhe gjykatën që janë vegla në duart e pushtetit politik, pra vegla në dorën e Ramës, teorikisht atyre duhet të interesojë që për gjitha akuzat publike dhe jo publike, tashmë që kanë artikuluar institucionet e drejtësisë, të ketë në fund një vendim gjykate për të parë fjala vjen Berisha prezumohet i pafajshëm, po themi, po ashtu edhe Meta, për sa kohë kemi një vendim gjykate, por nga ana tjetër ka disa vite që po hetohet për këtë. Berisha ju e mbani mend ka SPAK-u që në dhjetor të vitit 2023 që u vu në arrest shtëpie, ka një masë sigurie për të detyrim paraqitje që ishte që në tetor, cilën ai nuk e zbatoi, që në tetor të vitit 2023, pra pothuajse 2 vjet që në një farë mënyrë prokuroria merret me Berishën, por është e drejtë që gjykata të japi vendimin pra të fillojë procesi, siç ka nisur pra pa ditë më parë, dhe të konkludohet. Pra teorikisht vetë pavarësisht akuzave politike që lëshon Berisha dhe Meta, ata vetë duhet të jenë të interesuar që çështja të shkojnë në gjykatë, që edhe publiku në fundit ta di që këta njerëz janë ose jo të fajshëm për veprat penale për cilën akuzohen. Edhe për 5 dën u morën vendimet, edhe kjo. Gjithashtu. Po, sot u dha vendimi në një kohë kur
po bëhet diskutimi për Bashkinë e Tiranës për shkarkimin e kryetarit Veliaj, i cili nuk është paraqitur në punë prej një kohe të përcaktuar me ligj dhe sipas edhe zotit Ali Mehmeti që ishte dje në studio, duhet të mblidhet Këshilli Bashkiak në mënyrë që të vendosë shkarkimin e tij. Por diçka e tillë nuk bëhet përsa kohë kryetaria, tha zoti Mehmeti, kandidoi për deputete dhe sigurisht e fitoi mandatin sepse ishte në listë të mbyllur. Për zonjën Kuko është fjala. Ky zhvillim i 5D sot, prap në raport me drejtësinë e kam fjalën, lidhet edhe politikisht me emrin Veliaj? Dhe me zhvillimet Partinë Socialiste? Shikoni, po patjetër, thash pak më parë që çdo veprim i drejtësisë lidhet, po themi, me përfundimin e procesit zgjedhor. Dukshëm drejtuesit e institucioneve zgjedhore, drejtuesi Spagut Felavian Zoti Dumani, kanë vendosur në një farë mënyrë që gjatë procesit zgjedhor të jenë të kujdesshëm dhe të mos përpiqet të ndërhyjnë qoftë edhe në mënyrë indirekte në këtë proces zgjedhor. Pavarësisht se në teori drejtësia duhet veprojë pa ndikuar nga procese tjera, sigurisht që ne jetojmë në këtë realitet ku drejtësia patjetër është e paragjykuar. Dhe unë mendoj që drejtuesi Spakut ka vepruar mirë, që në një farë mënyrë ka vendosur ta heqë këmbën nga gazi, po e them kështu, për sa i përket veprimtarisë së institucionit të tij dhe po kështu edhe institucionet e tjera. Pra ka pritur në një farë mënyrë përfundimin e procesit zgjedhor për mos pasur implikime direkte ose indirekte. Patjetër që edhe rasti i 5D-s lidhet me këtë reaktivizim të institucioneve drejtësisë, bëhet fjalë për drejtues të Bashkisë Tiranës, të cilën dhe punonjës, po mbi gjitha drejtues të institucioneve që janë në varësinë e Bashkisë Tiranës, të cilët ose drejtorë të bashkisë, të cilët kanë akuza mjaft të rënda edhe ata, kështu që është e drejtë që në një farë mënyrë për te debatit politik që bëhet për këtë çështje ose për çështje tjera, të kemi një vendim final, po themi, të gjykatës shkallës parë, gjykatës apelit, për të parë përfundimisht nëse kemi të bëjmë me njerëz të fajshëm ose jo, sepse në fundit nga pikpamja e interesit publik, ajo që ka rëndësi është që nëse ka shkelje ligjore, këta të marrin në fundit ato që meritojnë nga ligji. Për sa i përket pastaj pasojave politike, sigurisht që nuk është normale që bashkia më e madhe e Tiranës të jetë pa një kryetar. Kjo mbetet pastaj në vullnetin, unë besoj që do të ketë një, ndoshta në vjesht, besoj që do të ketë një aktivizim për të bërë një zëvendësim të zotit Veliaj, nëse ai gjithmonë do të vazhdojë në të mbetet në qeli. Nëse Veliaj do të dalë me vendim gjykatës lartë nga burgu dhe do të lihet të ushtrojë profesionin e tij, unë besoj që ai do të kthehet në krye të Bashkisë Tiranës. Nuk është vetëm Bashkia e Tiranës, kujtoj, në përshikuesit që janë dhe bashkisi ajo e Tepelenës ose e Beratit dhe e Matit, cilët për shkak se kryetarët e tyre kanë vendosur të kandidojnë dhe kanë fituar për kryetar, për deputet, atëherë bashkitë ngelin pa titullar, kështu që në këto bashki duhet bëhen zgjedhje. Ne kemi pasur, Shqipëria ka pasur eksperiencë të zgjedhjeve të pjesëshme vendore, mos gaboj në vitin 2022 janë bërë zgjedhjet në 6 bashki. Pra sigurisht që ishte një teori që të bëhen paralel, pra zgjedhjet në Tiranë të bëheshin paralel me zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 majit, por unë besoj që pikërisht për mos të infektuar dhe afektuar me procese tjera, për mos gërshetuar procese delikate, është vendosur që të përfundojë procesi 11 majit dhe më pas të diskutohet për çështjet e zgjedhjeve të pjesëshme vendore në disa bashki. Zgjedhjet e përgjithshme